Mbajt më se herë kemi thënë këtu në Truc Gallata, në Tru Podcast, po dhe me avokatin vëlla që i kemi gjetur, më thënë, në bazë të filmit The Lion King, Mbreti Luan, që nuk ka ngel njëri pa e parë të paktën. Neve kemi portretizuar karakterin e Ramës dhe figurën politike të Ramës si vllai i Mufasës, Mbreti Scar, pra ai njëri Luani me shenjë, të cilin në fund fare e han hienat. Jo më larg se para 2 apo 3 ditësh, banorët e Poliçanit dogjen tesërat vëlla. Kryetari i Bashkisë Poliçanit dha dorëheqjen live. Tani, përpos gjithë humorit, si e ke parti këtë vëlla? Domethënë ka nisur nesër ka Shkodra një protest, e nis protest Shkodra. A mendon se kjo protest arriti ta ngjiste pa kënaqësinë duke na ndihmuar dhe Rama, që është e vërteta, se na ka ndihmuar dhe Rama pa fund me idiocit që ka bë. Çfarë tregon për ty? Çfarë tregon për ty kjo vëlla? Si e lexonte? Si e lexoj, domethënë prandaj nisa të them që më kujtuai filmi Beni ecën vet, edhe më duk sikur si një lloj rikthimi thash, Edi zhvishet vet. Dhe jo në sensin e, domethënë ne kemi përdorur shpesh metaforën e mbretit Lakuriq. Dhe mua më duket fiks sikur si një lloj filmi, ku nuk do ishte Beni ecën vet sigurisht, sepse ai është film edukativ në fund. Po ky është një film demaskues me titullin Edi zhvishet vet. Sepse ky po zhvishet vet. Fakti që ty të dorëzojnë vet të tut tashmë, ta grisin tesërën apo ta djegin. Dhe kjo nuk është një revolt, unë e kuptoj shumë, kjo nuk është një revolt që ka të bëjë fare me Partinë Socialiste si koncept. Kjo ka të bëjë me individin në krye të partisë. Me individin, po. Që nuk ka lidhje fare, po ta menosh ai s'ka lidhje fare me Partinë Socialiste ose me socializmin më saktë si koncept. Se ai nuk është socialist. S'ka lidhje me nuk është as i majt. Më shumë më i majt, domethënë ai është aq jo i majt sa që e bën Berishën të duket i djathtë, imagjinote. Jo, ai është aq jo i majt. Jo, domethënë ai është aq jo i majt sa e bën Berishën të duket i majt. A kupton? Ai është grada më e lartë, është grada më e lartë vëlla e të djathtës ekstreme. Berisha është i majt. Pikërisht pra, po e bën ja prish tisin. Jo, ja prish tisin e të djathtës pra. Ja prish tisin e djathtës sepse Berisha është një njeri i majt, i cili domethënë tërë jetën e vet politike është mbështjellur ose ambalazhuar me petkun e të djathtit. Domethënë më thuajti mua një politik të djathtë që ka bë Berisha hiq logjistikën e rrugës Kombit, e cila në fund ditës nuk është as e majt as e djathtë, por është investim strategjik për Kombin vëlla. Që u lidh Prishtina me Tiranën dhe me Durrësin. Edhe ai ishte një projekt i cili ka drejtjet e veta, por në fund ditës neve e kemi të prekshme. Unë iki takoj familjen time në Kosovë 3 orë gjysmë vëlla, kur nduheshin 12 orë sikur me ik në Amerikë për në Prishtinë. Me autobus. Shiko. Nuk është edhe tuneli i Llogaras, i njëjti koncept është. Ti del më shpejt ande nga bregu tjetër. Am kupton, domethënë në vetvete koncepti i kryerjes, i bërjes këtyre rrugëve nuk është i keq, por shumë i mirë është. Problemi këtu është tek po ma pa telefonin kontakt se çka kanë shpenzuar për t'i bërë këto gjëra, domethënë që kanë kaluar përtej logjikës, po kanë kaluar përtej imagjinatës. Se logjikën e kanë kaluar këta që e kanë kaluar që kanë kaluar. Këta kanë kaluar përtej imagjinatës, përtej asaj që ti mund të imagjinosh. Se imagjinata është shumë më e gjerë se sa logjika. Logjika ose logjika, se varet si të vjen. Çuna dhe goca, jemi 211 veta live, për gati 7 minuta, 8 minuta që kemi, dhe jemi vetëm 41 like. Ju lutem, shtypi butonin e like-ut dhe shpërndarjen për mua dhe për Bego. Mos harroni që të bëni subscribe edhe në kanalin zyrtar të Gent Begos në YouTube. Bëni subscribe juve që keni ardhur juve të protestës, që nuk e dini që Bego ka një kanal, dhe sidomos mos harroni donacionet, kush të ndjej dhe sa të ndjeni, pak rëndësi ka, ose tek IBAN-et këtu poshtë, ose në RIA, ose Money Transfer, ose Western Union, ose nëpërmjet super chatit dhe super stickersit në YouTube. Ka të thoj shumë dhe do të thot shumë për neve
mënyra juaj e financimit, sepse ju jeni e vetmja formë financimi për podcastin ton, për kanalin ton të YouTube-it. Tani, vlla, a mendon se mund cilli me të vërtet, a mendon se mund cilli me të vërtet në ndryshim të madhe shkërmoqa e pushtetit e Edi Ramës brenda Partisë Socialiste? Dhe a mendon se është një lloj karme të mbahet mend në fushat që ky e bënte vetëm me Edin, e bënte Edin të madh, dhe PS-n e linte në fund me Zeza? A mendon se ky ka pasur njëkohësisht urrëti për Shqipërinë, ky ka pasur urrëti edhe për Partinë Socialiste, që e ktheu në një rit satanik, vlla, e çoi në rilindjen. Pra mori njerëz të cilët nuk kishin lidhje fare me Partinë Socialiste, nxori socialistët e vërtet jashtë loje dhe pastaj, vlla, e kavi dhe bëri atë që bëri. Domethënë i mbushi burgjet me socialist. Oba. Shiko. Një korrigjim i vogël, nuk është Shqipërinë. Ky në përgjithësi nuk do njeriu si njeri, si qenie. Domethënë këtë po ta hedhësh në Kinë, mos mendoj që do i doj kinezët. Po ta hedhësh në Izrael, mos mendoj që do të doj izraelitët. Sepse vetë si personalitet ai nuk është njeri që e njeh dashurinë. Pra të duash diçka, të duash dikë. Dhe në përgjithësi natyra të tilla, konceptin e të dashurit e kanë shumë të huaj. Domethënë ti si njeri normal, për shembull, ti nuk e percepton dot që ka persona të tillë, të cilët nuk e kuptojnë më valla ndjenjën e dashurisë. Mund ta abuzojnë me ndjenjën e dashurisë, por në thelb nuk është se vërtet e ndjejnë dashurinë si ndjenjë. Në asnjë lloj forme. Ta janë për shembull tipik, janë karakteret që kanë shërbullime tipit narcisist apo psikopat apo machiavellist. Nuk kanë ndjeshmëri në këtë drejtim. Ta din ta përdorin. Domethënë mundohen më saktë, mendojnë se din ta përdorin. Në rastin e këtij ky ka përdorur shumë mirë, ka ditur ta përdorë. Sepse ky nuk duhet në vlerësuar. Njerëzit shpeshherë në vlerësojnë. Dhe prandaj ky ka arritur aty ku ka arritur për shkak në vlerësimit. Po ta bësh re, rrjetet sociale në Shqipëri, sidomos, po edhe në botë, jo vetëm në Shqipëri, po flasim për Shqipërinë, gëllojnë nga figura të cilët neve i mendojmë si figura puritane dhe frymëzuese. Pse do thuash, sepse këta njerëz Harrojnë çuna që jemi live, a kupton? Dhe plasi muhabet sufllaqesh ne. Okej, dakor. Flasim edhe për sufllaqen në momentin të dytë. Po bravo, kemi ngel 2 muaj pa ngrënë sufllaqe se na thon patronazhista Bego. Marrim nga këto të Kapitolit. Inshallah e vendos dorën në zjarr Kapitoli në zemër e na sjell sponsor se po i bëjmë marketing. Sa është Kapitoli? Kapitoli është kështu mish halal për fast food. Okay. Tash se po flisë për Washingtonin. Tash. Jo. Dgjoj. E kisha shumë se më ndërpret atë. Ta bëshëret po thoja, janë mbushur rrjetet me profet falso. Po. Me këta njerëzit puritan, me këta njerëzit që shesin domethënë patriotizmin, që shesin madje edhe revolucionin, kupton që janë bërë pjesë revolucionit. Kanë dashur madje ta marrin edhe përsipër revolucionin si organizator apo kështu. Dhe të gjithë duken si puritan këta. Ta janë specia më e rrezikshme që mund të ekzistojë momentalisht. Dhe këtë po ta them, e di pse ta them këtë, se e di që kjo mund të thonë shumë që edhe ti Gendo tek e funit po e thua këtë se ndoshta do një llokum apo kështu. Se këta se kuptojnë se ku jam mund tash momentalisht. Domethënë çfarë stadi të jetës jam. Po kush do ta kuptoj, kush do mos ta kuptoj. Por rrjetet po gëllojnë nga figura të tilla në mas. Unë me, po themi, aftësitë e mia deri më sot kam arritur që të zbërthej disa figura shumë kyçe. S'kam për t'i thënë si emra, se nuk kam ndërmend që të nxjerr sytë e mia për t'i dhënë sy atyre që s'duan të shohin. Absolutisht. Vetëm një këshill
që njerëzit duhet hapin syt me këto figura që ju shfaqen përballë dhe që luajnë puritanin, që ju flasin me citate filmash, që përdorin tone të dashuruara, të qytetaruara, me këto lajle lulet, ose që bëhen si shumë serioze dhe japin mesazhe me llokma të forta patriotizmi. Sepse unë do ta them dhe do ta rithem gjithmonë këtë pjesë. Ata që mund të jenë dëshmor dhe patriot, në përgjithësi, domethënë patriot idealist, janë mosha që nuk i kanë kaluar të 30-at vëlla. Po. Dhe kush mendon që ka patriot mas të 40-ave dhe 50-ave, patriot në sensin e këtij lloj patriotizmi dhe të këtij lloj vetmohimi, kam kupton? Po. Që do shkrinin dhe pasurinë e tyre, vetëm që Shqipëria të bëjë mirë, do ta harrojnë që bëhet Shqipëria ndonjëherë. Kjo duket si shumë agresive, po kush ka dy parë mend edhe mund ta kuptoj këtë që po them unë. Mos do rri që t'i shpjegoj ABC njerëzve, apo t'i shpjegoj disa gjëra të cilat secili duhet t'i zbulojë në mënyrën e vet. Nuk është detyra ime të ndriçoj askënd.